dhe pakor në ndajnë nga nisja e Prime të radhës të Big Brother VIP Albania. Një Prime që do të jetë i mbushur me debate, por debati më i madh është ai mes Valbonës dhe Laertit, i cili nisi që Prime në së shtunës, ku vllai i madh i vuri para zgjedhjes Laertin dhe Valbonën, nëse duan të vazhdojnë si një konkurrent i vetëm apo duan të ndahen. Laerti vendosi që të ndahen, ndërsa Valbona vendosi që të vazhdojnë si një konkurrent i vetëm, dhe si rezultat, të dy banorët shkuan në televotim kokë më kokë, dhe njëri prej tyre do të largohej sonte. Sondazhet e ndryshme janë hapur për të parë se si kanë votuar shqiptarët. Në sondazhin e zona VIP, 60% shpëtojnë Valbonën, 40% shpëtojnë Laertin. Shohim se publiku do të largojë Laertin. Në një tjetër sondazh, me pyetjen cili banor duhet të lërë shtëpinë, Laerti ka marrë 973 vota, ndërsa Valbona 267. Edhe këtu shohim se publiku do që të largojë Laertin dhe të mbajë Valbonën, por pavarësisht këtyre rezultateve dhe dëshirës së publikut, ajo që rrezikon për të dalë sonte është Valbona, pasi është produksioni ai që vendos, dhe Laerti shpesh është konsideruar si një lojtar i produksionit. Por dinamikat e lojës ndryshojnë nga momenti në moment, ndaj na mbetet të presim Prime-in e sotëm për të parë se kush do të dalë. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.